Deshta me të pyetet më rreth një postimi tënd për një gjuhë rrejtje që ka bu kundër muslimanëve, a distancohesh për asoj gjuhë? Kush e ka bu kundër muslimanëve, më fal? Ti ke shoh musliman, a është ajo gjuhë rrejtje për ty? Çka kum thonë unë aty, më fal? A brerop në sejade juve dhe atyne që ju mbështesin? Lusa mos keq interpreto. Atë flitet me dokumente dhe çfarë? A është gjuhë fyse? Dhe shpak tash, mos im thirrë. Okej. Nëse do me ta këthy përgjigjen, okej, nëse do me përgjigjet. Aty flitet për një dokument që e kanë gjetë shteti prokuroria në telefon diku që ka këtë akuzë për bashkëpunim me Serbinë. Edhe unë kam thonë rrot atyne që do më thonë që shteti serb që e kanë bo këto edhe ata që e mbështesin prej këturit. Bashkëpunëtorëve që i ka prej këturit. Nëse o kupton. A e ki këto me shëhollin, a e ki ndaj muslimanëve? Apo shkruan diçka, më fal, nëse kom shkruar diçka. Po me sejade po shkruan, ti ke thonë a brerop në sejade juve dhe atyne që ju mbështesin. Po juve ata që kanë bë planin, çto planet këqija. Për Kosovën edhe këta që për kanë rrap këna. Serbia, që atyne që shkujna dhe, po kush e ka bua dokument? Kush e ka bua dokument? A ka orë prej Serbisë? A ka orë dokumenti prej Serbisë, ndërrum? A veç një përgjigje po të bëte, a i shonë musliman të ajo? Po jo mërë burë, se unë s'kom shkrua të musliman. Unë jam vetë, pse keq interpretoni diçka që nuk është të shkruar. Jo në thira me të pyt. Po aty është të shkruar me çka kime në pyt, ade, se po shoh që po keq interpretohet. Aty është të shkruar e bardha përmit zezë. Jo zeza përmit bardhë, se shkruan atë në bardha. Është shumë mirë, është dokumenti i Serbisë, nuk jam kundër. A je kundër ndërtimi xhamive në Kosovë? Jo me plan të Serbisë. Me plan të këturit që shoh, jo me plan të Serbisë. Jo me plan të Serbisë. A je kundër xhamive në Kosovë? Jo me plan të Serbisë. A ki fokës me plan të Serbisë? A ki fokës për një xhami me plan të Serbisë? Vesh një. Vllachko, faktet i ka shteti, edhe a kanë dalë dokumentat. Cilat fakte? Kanë dalë dokumenta. Kanë dalë dokumenta. Unë aty në dokumentave, po flas, unë nuk jam as prokuror as ato bosh, edhe vazhdimisht këtu jeni në vend shprehje se lidhet. Okej, a distancohesh prej gjuhës që ke përdorur për musliman? A distancohesh? Po përdor për musliman, edhe ja po them. Ti si gazetar dush këtë ditë. Unë s'kam përdor gjuhë rrejtje kundër muslimanëve. Kjo është keq interpretim. Po në sejade ke përmend të a brerop në sejade, çfarë do të thonë kjo për ty? Apo na s'ke, po çfarë do të thonë kjo për ty? A brerop në sejade, çfarë vjen? Në sejade atyne Kujna? që kanë bërë dokumentin edhe atjerve që kanë bërë sejade zbin, po serb sejade zbin. Po kjo propikisht ata zbin edhe nga veç pak, ata zbin... Ja, kush vjen sejade s'pas teje? O, vllachko, ata nuk janë musliman, po përdorin xhamin, e të kuptu. Edhe unë tash, atë sejade që e përdorin ata, unë ja u përdori atëna, e ka kupton, kjo s'ka të bëj me muslimant. Do më thonë, kuptojnë një thelbin. Okej, në rregull, faleminderit shumë. Kuptojnë një thelbin. Unë me pas dashur të kisha shkruar sa po, s'jam budall. Okej, a dhe me fol ashtu, kot as nuk është për ku nuk shkruan që është gjuhë rrejtje ndër muslimanëve. Rregull, faleminderit shumë. Se gjadja është përdorur si një objekt, veç për mi u përdor gjuhën aty në që e përdorin me xhami, që ata lidhje s'kanë me xhami, edhe e përdorin për planet e tyra ogurzeza, fllëçta. Okej, në rregull, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ai mesazh jeni për ata që kanë bërë këtë plan, edhe ata tjerë që janë mbështesin prej këtuit këtë plan, bashkëpunëtorët. Kush e ka mbështet planin prej këtuit? Po që ata që nuk kanë dhonë leje me boksi seme, kanë... Kush i ka dhonë leje? Kush i ka dhonë leje? Qëta Fatmira, qëta kush i ka bo? Ka me siguri. Apo kuptan, këshiftara, po që se në rejton nështë ta më kona. Okej, faleminderit shumë Edman. Kalemi, mos e la. Është keq kuptuar ky çapo. Jo, ta unë puna mos tani. Hajde, kalemi. Shënjestër.net